A su kon ma mirë këta misafirat me marrë me që në restoran dikund dhe me jo dhoni dark, apo ma u se ke po që në drejk, në dark një tik? Kjo është shtëpia, bereqetja në shtëpi. Atje në restorant, atje është edhe alkoholi, edhe tymi, duhanit e sen. Në shtëpia duhet më mësua shtëpijat me pranua misafir. Gratë tona, djemt tonë, nusët tona, rejat, vajzat. Se ata kamanjerët e restorantit nuk i njohën kur. Ama të shtëpia, thonë dikush, vallaj ta pyti gruan, vallaj kështu, vallaj ka. Na shqiptarët muslimane kemi pas drekën edhe darkën, s'ka ta pyti, mës ta pyti burri kollën edhe u krypuna. Pse se vapi done me hinë në shtëpijat tona, jo në shtëpijat restorantit. Në shtëpijat tona, kur të hinsh në shtëpin tonë dhe bënë bismillah, kur të hinsh mrenda, pates pat banor mrenda, thuj selamu aleikum, se ka banor me lake, me laiqe, me lek, e njuj, edhe ka banor gjin musliman, jep ju selam kretve, edhe kur të hash buk, ha me dorë gjatë me para veti bismillah, që shejtani mës në përzihet, as në hyrje, as në neje, as në haje, as në fjetje. Ne s'kem punë me shejtanin. Na jemi musliman, shejtani larg pi neve.